ishte një operim prej 9 orëve, prej të cilit ne nuk e dinim se me çfarë lajmi do të dilte mjeku, dhe pjesa më e vështire gjithasaj ishte kur mu dha një letër ta nënshkruaj operimin me gjitha rrezikshjet të cilat po i lexoja aty. Dhe falë Zotit babi doli nga ai operim, disi e mori veten, kaluan disa muaj dhe dështoi njëra pjesë e pjesës operative, u desh të futej në një operim tjetër, kaloi një vit, përsëri u desh të futej në një operim tjetër, kaluan edhe pak muaj dhe u desh të përsëri të futej në një operim tjetër. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe kam kuptuar se shumë njerëz të cilët kemi menduar se i kemi në krah nuk janë aty. Kam kuptuar se disa të huaj që nuk i kam në gjak u bën familje. Kam kuptuar që shumë njerëz për të cilët babi im ka bo shumë, nuk e patëm fuqin me hap telefonin dhe me pyet a shpëtove, sepse një këmbë ishte atje dhe një këmbë këtu, falë Zotit që dole këtej, dhe kam fshi me gomën e traktorit. Shumë njerëz të cilët i kam pasur pjesë të jetës dhe nuk e morën mundin ta ngritin telefonin dhe të pyesin për situatën, e aq më tepër të kontribojnë diçka. Sepse kontributin unë nuk e kam asnjëherë fjalën për kontribut financiar. E kam fjalën për kontribut moral, emocional. Por ndoshta ndonjëherë një krah ku ti e qet kokën dhe thua o sa mirë që je këtu, sepse të qëndrosh korridoreve të spitalit, orë të tëra, nuk e din se çfarë do të ndodhë, pastaj pjesa post-operative, rreziqet, e tjera. Dhe pas kësaj e kuptova që një jetë nuk duhesh me qenë 24/7 për të gjithë. Sepse babi im gjatë gjithë jetës ka qenë 24 orë në 7 për të gjithë. Dhe në një sfidë si kjo, ishte familja afërt dhe disa miq të afërt, ata që e bën maksimumin. Dhe unë nuk po bëj thirrje që njerëzit të mos bëjnë mirë, të mos jenë human, por që të kem parasysh që jo gjithmonë duhet të jesh qendra e universit për të gjithë. Të kesh parasysh që ndonjëherë duhet të stepesh prapa dhe të mendosh edhe për veten, të mendosh edhe për shëndetin tënd fizike mendor, sepse në një periudhë të caktuar e sheh që njerëzit zhduken dhe nuk e kujtojnë ndoshta edhe një periudhë kur ti ke qenë aty, kur ti s'paku e ke ngrit telefonin, ke pyet, dhe në një periudhë si ajo kur unë nuk e dija se si do të ecin gjanat, befasuesha me njerëzit, befasuesha me ata nga të cilët prisja më shumë emocion. Unë prisja se dikush do e kishte ndjenjen e njëjtë të frikës nga humbja si unë, dhe nuk i shihja të frikësoheshin njësoj. E kupton se ç'është ndryshon kjo?